Konstatoj se me 56 vota për, 53 vota kundër dhe 4 abstenime, kuvendi nuk zgjodhi qeverinë e Republikës së Kosovës. Synojmë ta kursejmë Kosovën nga dy palë zgjedhje eventuale. Do të ishte arrogancë ta çonim vendin tonë drejtën zgjedhje. Patëm zgjedhjen shkurt këtij viti e pastaj 2 raunde zgjedhjesh lokale në tetor dhe në nëntor. Tash nëse shkojmë në zgjedhje të reja dhe në dhjetor, kush na garanton që do t'i shmangim ato edhe në mars? Nuk ka njeri, as në lëvizjen vetëvendosje, as në Kosovë, e fatkeqësisht as vetë kandidati zoti Konjusa që beson se mund të jetë kryeministër i vërtet e zoti Kurti zëvendësi i tij. Kjo seancë është forcë. Shteti ynë, shoqëria jonë, republika jonë, ka një kohë që po udhëhiqet jo nga arsyeja, por nga një realitet paralel që e sheh vetëm një njeri politik në vend, Albin Kurti. Në këtë kritik duhet me bashku, po jo vetëm për shkak të formës, mungesën e një programi qeverisës.